Albania Radio, she's on air. Përshëndetje. Po juve të dyja pse nuk na bashkoheni? Përshëndetje. Do ta nisim me energji. Dëgjues të dashur të Top Albania Radios, ne jemi sërish në një episod të ri të She's on Air në frekuencën 100 FM dhe në kanalin 10 në digital. Sot kemi një temë super interesante dhe kam përshtypjen që kemi zgjedhur të ftuarën e duhur për këtë temë. Atëherë, tema është për të bëjmë prezantimin. Po mos e nxirr vizërin. Kisi Bori është këtu mes nesh për të folur për temën. Çfarë ndodh në verë mbetet në verë. Kesi ti je perfekte për ta folur këtë temë sepse përshtatesh 100% moshës tonë, atyre gjërave që ne duam të eksperimentojmë, ndoshta të shijojmë verën në atë stilin tonë. Është vërtet një shpirt i lirë gjatë verës. Bravo. Duke qenë se me verën vinë edhe këto momentet e bukura, pushimet, aventurat, njohjet e reja, unë mezi pres të dëgjoj histori nga më të ndryshmet nga Jugoca. Kush do ta nisi? Kush është mur? Shiko, vërtet, e për ne mos e jo, vera na bën pak më të guximshme, më spontane, ne duam më shumë të njohim njerëz të rinj, të shijojmë atë momentin dhe të kemi sa më shumë kujtime. Kështu që një ndër mënyrat për të pasur kujtime janë dhe këto flirtimet e vogla, ndoshta këto njohjet e reja, që ndoshta bëhen dhe një shoqëri shumë e mirë nesër pas nesër. Dhe është e bukur sepse fillon kur kemi qenë të vegjël, zinim një shok dhe ngelta aty shok plazhi. Lutem do bëhemi shoqë bashkë, që ajo shpreha tipike. Që shprehje që kemi pasur të gjithë. Po tani në këtë moshë jeni rritur, ë? A zini ju shpejt shoqërinë në plazh dhe ai qëndron një asaj shoqërisë apo ngelet aty? Jo, shumë rrallë dhe mund të jetë shoqëri që mund të nhifemi nga njerëz të përbashkët me të cilët un kam shkuar në plazh, po që të bëj shoqëri me nga hiçi me dikë, jo. Unë të them të drejtën, në këtë verë kam zënë goxha shoqëri të re dhe po them të drejtën po e shijoj. Dhe sa po ka nisur vera, imagjino. Ka nisur. Ina dhe dukesh ti të kemi parë ndi nga jugu e ke djegur fare. Ne bëjmë fjalë se kemi nis fare sezonin, Ina është në fund sezonit. Shikoj, jo vërtet, nuk e kam pasqiuar në këtë lloj mënyre verën. Të kemi parë shumë afër me Salionin, e ke parë shumë gabim, Enxhi. Ama nuk ishin edhe vetëm që e kishin parë, ishin edhe të tjerë që se çfarë thonin atje te trotuari. Ç'është vërteta, me Salionin e kam aq shok, aq nuk di domethënë. E kam ore. Për zotin, e kimi shoqërore kam si vlla, more, nuk e di domethënë nëse kam një kështu. Shumë ka thënë edhe Miri në Big Brother për Selinën, e kam si vajzën time. Shiko, sa do thoya, kam si djalin tim. Shiko, sa do thoya një gjë që për zotin atje kur jemi gjithë ajo shoqëri, kupton kur ke një hall, një gjë që do ta zgjidhësh moment, është gjithmonë Salion, lutem andom ti mosh se kam këtë. Është gjithmonë ai njeriu i gjendshëm atje dhe po mirë, ka gjetur ndonjë shok më të bukur se vetja, pra më që është gjendur. Shiko, të them të drejtën, nuk jam në kërkim akoma. Dhe ndoshta mundet, se si dihet, se dua edhe ta provoj një herë në verë, ti të kem një flirt ose një njerëz që ta shijoj verën me dikë. Se nuk e kam pasur asnjëherë. Ata afrohen djemt me këtë idenë që do të njohin, të ngacmojnë, të flirtojnë, do të thonë një fjalë të bukur. Ata afrohen? Muami. Ose dhe vajzave. Dua ta di domethënë çastin që kanë djemt sot. A ju afrohen, ju flasin apo mbajnë indiferente? Shqiptarët, çuna shqiptar afrohen më kollaj. Më fal se ngatrova. Të huaj nuk e kanë problem fare. Edhe si shoqëri, për mos pasur një flirt ose ku di unë, për muhabet më shumë kurse këta shqiptarët ta duan që ti komplimentosh sa trup bukur paske po ikore. Ne patëm një situatë në fakt po këtu në Tiranë që ne kishim dalë grup shoqëror, gjithë dhe një 2-3 çuna ndaluan, po e dini është një rregull i pashkruar në shoqëri që kur disa goca i shikon të shoqëruara me çuna, mund të ketë ose jo të dashur, ti nuk i ngacmon atë. Shkoti djembe po. Dhe këto sigurisht zhvelitur kohëve të fundit, me thënë. Po pra këta ndaluan dhe filluan të flisnin edhe që ta bënin bisedën pak më smooth ndoshta dhe që gocat përfshiheshin, patën këtë, po mirë, ju gocat shqiptare thoshta, pse e keni kaq të vështirë që të flisni, të bëni muhabet me një
mashkull që nuk e doni. Po thash me vete, po e the vetë. Është ajo pjesa në fund që nuk e doni. Kur s'kemi interes, pse do të flasim? Pikërisht. Çfarë për të shtyr kohën? Po përveç kësaj është edhe një respekt që ne veruajmë për shoqërinë tonë, sepse kur unë jam me disa shok, unë patjetër që do t'i respektoj ata në idenë që nuk mundem dot unë të ngacmoj në të njëjtën lloj mënyrë. Po edhe fjalia e tyre mendoj që është më shumë icebreaker sa për ty Erakullin, sepse edhe ai nuk është se po të flety në mënyrë shoqërore, se unë nuk shkoj të flas në mënyrë shoqërore, domethënë po të isha mashkull, gocave kotem kod, domethënë klub në rrugë, nëse unë komunikoj me ty dhe të ngacmoj, do të thotë që kam një pëlqim. Po të drejtën të isha mashkull, do i ngacmoja të gjitha. Jo, mendoj që do isha shumë përzgjedhse edhe si mashkull. E vërtet goca është ajo pyetja çfarë do bëni nëse do ishit 24 orë me shkoj. Mua ma kanë bërë këtë pyetje kur kemi qenë në Shizon Top në këto filmime të shkurtër që bënim. Çfarë do bëje ti nëse do ishe 24 orë djalë? Edhe unë do të them prapë njëjtën gjë. Do doja thash të çesha në mëngjes edhe të provoja të ndjesin që kanë ndjem në mëngjes. Se çka një gjë në mëngjes ata. Do ta provoja, është vërtet. Ujda. Çfarë ishte kjo që sa po the? Pra, biseda shkoj nga 0 në 100. Se më erdhi aq natyrshëm dhe kur e thash me vete çfarë the? Kurse tani në këtë moshë e them prapa, pa problem. Herën e parë e tha pa dashje, tani e mendova. Goca ka pasur në një flirt nga çunat që mund ta keni marr, okay, ndoshta nuk është më pjesë e jetës tuaj apo nuk ishte, por flirti që ai bëri ishte shumë i goditur dhe të ka ngelur mendja. Tani mua për shembull vjet më ngacmonin shumë për këtë pjesën e aksesorit. O ça aksesori kam unë, si se mora një aksesor me vete ke parasysh këtë pjesën e librit, kupton? Po. Tipa çunash. Un kam një histori interesante, po kam qenë 18 vjeç faktikisht në Sarand dhe kisha një djalë ngjitur tek këto varkat që lëvizin tek këto lodrat. Edhe faktikisht më flet, më afrohet, e kemi bërë shumë muhabet dhe nuk më pyeti as për emrin, as për numrin, as një lloj gjëje. Me të ngel peng. Dhe faktikisht ishte djalë i lezetshëm, muhabeti na shkoi shumë mirë. As emrin nuk pyeti, po shiko më bukur ishte që mbas një viti, verën tjetër, në Lushnjë, rastësisht po bëhej një festë aty në lagje tip Pahengu, i thon? Po, Pahengu. Dhe vetëm kur e pash aty. Dhe ky ishte djalë lushnjar, por që jetonte jashtë. Tash, okay. Më doli aty. Po jo, nuk funksionoi gjëja, po që kjo që tregoi ishte si ajo teoria kur një njeri e takon më shumë se sa një herë në jetë. Ne ke të shkruar do ndodhi ose jo. E vërtet. Kesi kemi ndonjë histori nga këto ngacmimet që mund mbahet mend sa bëri për të qeshur për shkak. Me thënë drejtën unë ngacmimet që më bëjnë nuk ka qenë ndonjë që ta konsideroj i bukur që unë ta mbaj mend që më ka ngelur në mendje. Po janë këto ngacmime tipike që bëjnë çunat gjithmonë dhe unë mendoj që niveli i ngacmimeve ka rënë shumë poshtë. Jam kurioze këtë verë, okay. Mund të tregoj një kështu që mua më ka ngelur në mendje se thash gjithmonë e kisha parë si meme, po asnjëherë nuk kisha menduar se një mashkull mund të arrinte ta bënte. Kemi qenë pishina, po ishte ke parasysh ato orët e fundit, edhe thjesht po rrinin, po prisnin perëndimin dhe ishim vetëm ne grupi gocave dhe ishte edhe një grup çunash pak më poshtë. Dhe kishin një qen. Ai qeni vjen dhe unë kam shumë qejf qen dhe po vinte dhe po e përkëdhelja, po ata kishin gjithë ditën që po i vinin vërdall s'po dinin. Dhe unë përkëdhel qenin. Nuk sa ndonjëherë do të përkëdhelësh dhe mua. Është më goditur. Dhe unë po përkëdhelja qenin dhe ai që ishte mes pishinës edhe tha, ajo ka qef qend, unë hum. Jo kam qeshur në atë moment. Gjë të meshkujt nuk e kuptoj se mua më ka ndodhur shumë herë për shembull që nga makina kanë hapur xhamin e makinës dhe më kanë lehur ose kanë bërë si mace. Dhe nuk e kuptoj këtë manin se si mund nga do të çfarë përgjigje presin se nuk e kuptoj. Do të diskutojmë pak më tej këto ngacmime të xhamave se do të bëhemi çik. Unë nuk di gjuhë qensh, e kuptoj, nuk mund të kthej një përgjigje në mënyrë qenie. Do rikthehemi pas pak edhe do kemi diskutime të tjera për sa i përket verës dhe këtyre flirteve interesante. Rikthehemi sërish në Shizon Air në Top Albania Radio 100 FM dhe në kanalin 10 në Digital. Ne po diskutojmë këto flirtet e verës dhe sa nga ne kanë marrë këto flirte që na kanë ngelur në mendje, por ndërkohë dua ta rritë ka kjo tjetra, është një pikë, është një nivel tjetër që është ai do ma japësh Instagramin. Sa siklete keni për ta dhënë Instagram? Është më mirë se sa të thotë do ma jap për Snapchatin. Ajo është më mirë. Ajo është kryq direkt. Është një red flag që vetëm valvitet kështu dhe nuk ka të ndaluar. Po unë me thënë drejtën e kam shumë siklet
ta jap Instagramin dhe madje kam një problem që edhe nëse më flet një djalë që realisht më pëlqen dhe më duket simpatik, të duket vetja shumë e lehtë kur ja jep direkt ngel, domethënë më dukesh simpatik në kokën time, po emrin është E di çka kam është misioni pa mundur që ta jap. Po ju pëlqeu ky djalë. Ju pëlqeu më në sjellje, në veprime. Nuk ja jep Instagramin. Jo, nuk e bëj. Po si njiheni ju me djemt? Nuk njive Kam bërë një pushim shumë gjatë. Unë të them të drejtën, gjithmonë jam njohur nga afër. Domethënë nëse nuk kam pasur atë klikun nga afër, nuk ka pasur lidhje fare as Instagrami, as numri, as Snapchat, as gjë. Kupton, domethënë duhet kaloja një kohë nga afër për të menduar, për ta njohur më shumë. Gjithsesi biseda telefonike keni. Po, pastaj patjetër. Po një nga gjërat që unë kam shumë bezdi është kur vin dhe të kërkojnë numrin, sepse direkt trurim dhe nëse unë nuk kam pikë nervi dhe nuk dua të ta jap vëlla fare as Instagramin as si gjë, kur ti më kërkon numrin, trurim punon dhe thot, pse ti më kërkove numrin mua? Çfarë fshetin Instagramin ta? Ti çfarë më kujton sa unë mendoj ndryshe. Unë mendoj që numri është më personal edhe sikur ka një qasje më serioze kur ta kërkon. Patjetër. Po, jam unë shumë galim. Ti çfarë më kujton me këtë pjesën e numrit dhe me mashtrimet e meshkujve, më ka ndodhur një herë, isha duke i dhënë makinës dhe mbrapa me ishte një djalë me grupin e tij shoqëror në makinën e tij dhe i jep telefonin dikujt në rrugë që të ma jepte mua për të më marrë numrin, po nuk ma jepte pjesa e numrit për të shkruar automatikisht numrin, po ja jep në WhatsApp dhe ja jep asaj gruas në rrugë, ja jep telefonin kështu me WhatsAppin hapur. Dhe unë kur shoh WhatsAppin hapur, me kontrollon. Mendja ime punoi direkt që kisi merrja telefonin edhe hap një herë arkivën dhe unë hap arkivën dhe tek arkiva aty ishte një My World me një zemër dhe një botë dhe poshtë ishte një, nuk e di, shoku letra me një foto profili goce. Domethënë përpos që kishte një vajzë me cilën po bënte letra dhe ja kishte shënuar shoku letrat angleze, kishte edhe një të dashur që me sa duket ishte shumë serioze gjëja dhe kishte shënuar bota ime. Po, ka qenë plot bota e tij, ka dashur ta mbushi dhe me të tjerë. Mateo nuk do ta shkruante emrin ty bota ime për shembull dhe mund ta ngatronte ndonjë gocë që mund ta ngacmonte. Po Mateo nuk e fut motrën në arkiv. Po bëni se si dihet. Jo. Po firme nuk e dihet, rast është ai. Jo, mi se dallohet dhe unë ç'a bëj, e marr, domethënë ja hap te arkiva dhe ja jap sërish asaj gruas dhe i them çoja telefonin ta hapur kështu. Dhe ajo ja çon ashtu dhe ai djali në atë moment, si duket i ka ardhur shumë zor. Edhe se ju duk kështu sikur doli zbuluar dhe ndron në rrugë dhe në momentin që rastisemi prap. Po, rastisemi prap me makina, hecte me dorën kështu. Që mos i shifja unë fytyrën. Doli zbuluar më shpejt se ç'dohet. Edhe po mendoja çfarë bëjnë meshkujt e sotëm dhe hajde ti jepi një mundësi. Po pse si ja shite telefonin, ku diun ta merri, ti jep gazet, hajde mirupafshi. Jo mi se gjëna. O goca po ju ishte ashtu i kisha thënë gocës botës. Ç'a bën ky jote? Përse ishte pyetje interesante kjo gjë. E keni hedhur ndonjëherë hapin e para se për çunat ne e dim dhe është Jo. As nuk e kam hedh, as nuk do ta hedh kurrë. Është gjithmonë hapi parë bëhet nga djemt. Se fundja për çfarë janë djem? Po mirë. Hajde bëni mua pastaj 24 orë çun. E bëjmë pak më kështu atëherë. Nëse shikoni një mashkull i cili ju duket interesant në një vend ku ju keni dalë edhe jeni me shoqërinë, si do ta ngacmoja? Si do ta ngacmonit ju, po jo direkte për të bërë ju hapin e parë për t'i kërkuar Instagramin apo diçka, çfarë do bëni ju për të rënë në sy? Pyetja është kjo. O djali ke një çapak? Pyetja direkte. Po nëse djali spi cigare? Ai bën pra. Goca ju? Nëse do shija që më shikonte, po mund të ngacmosha me shikim. Pastaj duhet ma afroj vetë, gjithsesi. Po, edhe unë maksimumin që mund bëja do ishte t'i ktheja shikimin, po një hap më shumë se një shikim nuk do ta bëja. Kjo është magjia. Dhe më kanë thënë që kam një shikim flirtues, më kanë thënë këtë gjë. Po kjo ka rëndësi. Duhet. Po natë ç'a do bëje se kjo, për zotin nuk e di, s'më ka rastisur ndonjëherë, jo që të pëlqej dikë, po të paktën tani në këtë moment s'po më kujtohet. Të kanë rastisur të shëmtuar. Ka shumë shanse. Po di për çfarë jam shumë kurioze tani
për këtë verë Kesi. Kesi tani ne dim që ti je më shumë e njohur për publikun. Si do të ngacmojnë çunat, se ti besoj e ke filluar plazhin apo? Jo, unë sezonin nuk e kam filluar akoma dhe kur shoh ato fotot e njerëzve në plazh, ndihem më shkeq sepse unë jam akoma me sezon provimesh edhe dua ta mbyll një sezonin komplet. Mua prandaj s'ka bër follow. Kam marrë Instagramin e ri. Po, s'ka bër follow. Se poston plazh. Po do kujtohem tani kur të mbarojmë puntatën që të çoj follow gjithave se kam hap Instagramin e ri se me Instagramin e vjetër. Po, edhe ti. Po u sqaruat ju me njëra tjetrën një herë? Moj, nuk ishte Çfarë sqarimi? Nuk është se ishte ndonjë gjë aq e madhe, mbadje Ta bësh një story është gjë e madhe. Unë të them të drejtën, domethënë Umërsitë e Kesi deri dje nuk e mbaja mend fare, po thjesht, domethënë fjalia që tha Për ta mbajt mend e ke mbajt mend, se s'është një gjë që harrohet as kollaj, Jo. se kishe kushtuar një realisht reagim. Jo, realisht nuk e mbaja mend. Reagimin e kam kushtuar se ka qenë një fjali që nuk më ka pëlqyer. Për kohën, po jo se ishte diçka aq me shumë rëndësi që mua të më vrista shumë sa mund ta mbaj mend akoma sot e kësaj ditë. Unë s'mbaj mend çangra drejt për drejt. Mendoj se nuk ka asgjë të keqe të jesh vajza e vogël që i mban fustanin dikujt. Unë për shembull kam qenë shumë herë. Unë kam qenë shumë herë te motra, tek të afërmit, nuk është se nuk ka diçka për ajo, patjetër që do kesh një marrëdhënie shumë. Po aso kohë ka qenë edhe situata shumë e nxehtë edhe me publikun dhe me gjitha dhe po kish kuptoi çdo gjë. E kupton dhe fjalia jote ishte një shkas më shumë. Të them të drejtën në rastin e juaj, po keq kuptohej çdo gjë për ne, çfarë po thonim ne. Kështu që ishim shënjestra kryesore. Unë isha njeriu më i keq kuptuar në Shqipëri deri para ca ditësh. Tani të paktën janë ulur keq kuptimet me publikun. Rikthehemi tek këto bisedat tona se kam një pyetje shumë interesante. Në pushimet që kaloni me partnerin tuaj, jeni pro ta ndani 50-50? Cilat pushime, moj? Jo. Po ti prit deri në fund pyetjes me gocë. Cilat pushime, pastaj jo. Në pushimet hipotetike të caseit, a do t'i ndaje 50-50 me partnerin? Heshtje. Çka pyetje pikërisht në këtë moment? Se kuptoj se e bëm këtë pyetje. Si s'ka rëndësi? Ne kesh me pushime kush i pagun mi gocë? Mund ta kem bërë më përpara. Unë jo një herë. Mund ta kem bërë më përpara. Siana ka pasi kohë që ka thënë sfuz dorën në xhep. Jo, unë mund ta kem bërë më përpara këtë gjën, po nuk e bëj më, po jo se i kam ndar 50 me 50, thjesht unë kam diçka në momentin që Ke paguar më para apo thua? Po, në momentin që unë shkoj në pushime me partnerin tim ose me këdo, unë nuk shkoj kurrë pa portofolin tim me vete. Nuk ka rëndësi që ti do paguar çdo gjë. Po unë nuk shkoj kurrë si thon me. Ne po themi shkon me dur xhep. Me dur xhep, pikërisht. Tani them të drejtën nuk e kam provuar. Se nuk më ka dalë mirë. Del me humbi. Unë them drejtën se kam provuar asnjëherë, do doja shumë të provoja një verë dhe të kisha një partner. Nuk e di pse çdo partner që mund të kem pasur, më thonë që paguar vetë, Ina. Vite maj, të ndajshim dhe vite qershori pastaj dhe unë isha. Jo pushime ti kishit tamam pushime. Pushime kështu nga njëri tjetri. Kemi sa pyetje tjera tani, po janë pyetje përgjigje të shpejta. Edhe do zgjidhni njërin në tjetrën. Hotel luksoz apo kamping? Hotel luksoz. Camping. Hotel luksoz. Unë nuk jam njëri natyre fare, kam shkuar një herë në kamping, thash ta provoja edhe unë dhe më paralajmëroi mami dhe tha kisi mos shko se s'është për ty. Se do përfundosh do flesh hotel. Dhe unë shkova dhe nuk fjeta, unë kam dhe fobi nga insekte dhe ka qenë eksperienca më e tmerrshme që unë kam pas në jetën time dhe nuk shkoj më kurrë. Det apo mal? Det. Të dyja. Të dyja. Shqipëri apo jashtë? Shqipëri. Pse? Me shqiptarët më mirë. Gjys Shqipëri, gjys jashtë. Varet në çfarë periudhe pushime. Mua më pëlqen pushimet e verës. Jug Shqipëri. Mua më pëlqen shumë që gjatë verës ta shfrytëzoj edhe për të marrë një informacion apo për të eksploruar një zonë jashtë Shqipërisë, edhe brenda Shqipërisë pse jo, po brenda Shqipërisë kemi bërë më shumë të gjitha, kështu që pushime me plan apo spontane? Me plan. Të dyja. Zakonisht spontane dalin më bukur. Spontane kam qenë se unë me plani bëj gjithmonë. Unë jam edhe kështu. Më thot një shoqë për shembull, do nisemi tani. Po. Jetë pa punësh ku kam. Për zotin, do doja të isha pa punë dhe ti ke asaj të më thot. Prandaj do s'do me plan. Ne që punojmë një vend ku do rikthehesh gjithmonë. Jashtë. Kudo? Barcelona. Po, Barcelona. E diti që po.
Kam kaluar kam shumë mirë përjetuar në Barcelonën, po. Po, kam kaluar shumë mirë dhe çdo njeri që flet për Barcelonën është një nga vendet që do rikthehej prapë. Më pëlqen shumë edhe Sicilia, me thënë drejtën. Po, në fakt Sicilinë e kisha për ta vizituar vitin që kaloi dhe më ka ngelur peng në zemër që nuk kam shkuar Si se ashtu shkoi muhabeti. ishte një muhabet. Këtë verë ka mundësi të ikë. Pushime aventuriere apo relax total? Relax. Varet nga mudi. Aventuriere, po ja pak alkool, Nuk kemi po ja mosh. dhe pak flirt, po ja dhe pak plazh, po ja dhe pak nga gjitha. Të gjitha nga pak. Unë mjafton të mos eci shumë. Unë kam bezitë ecen në verë, sa shumë po, va. vdekje. Mos më bëni të ecë. Vdekje. Ju lutem të gjithë ju që përdorni makinat dhe kur i parkoni afër plazhit. Nuk kemi takat. Nuk kemi takat. Një muaj në një vend apo në destinacione të ndryshme? Një muaj në një vend miktruri. Jo, destinacione të ndryshme. Po, të ndryshme. Cili është destinacioni i ëndrave? Te nga Maldivet. E dija që do vinte kjo nga ty. Unë kam dhe reagimet kemi filluar. Kam dy. Një është Brazili dhe dy është Tajlanda. Janë dy vende që unë dua patjetër të shkoj dhe të vizitoj. Unë vdes të shkoj në Tulum në Meksik. Është Edhe mrekulli. Meksika është shumë e bukur. Ti ke si ku do shkosh? Unë i bashkangjitëm të dyja mendime. Edhe kësaj. Çfarë është një gjë që nuk mungon kurrë në valixhen tuaj? Aparati. Fotove. Po, aparatin okay, po. Aparati e kam edhe kështu kur dal. Po Po mund të kesh dhe telefonin. Kështu që s'është Telefonin, një gjë po që tani. thua. Telefonin se fus në valixhe. Jo, e kam fjalën që nuk është një gjë aparati që thua pak të gjën nuk ka shtu. Jo, një aksesor do ta marrën në valixhe tani. Aksesorin e mban Patjetër, dorë. Po, librin. Po, kemi gjithmonë me vete. Teksa pi një gotë gjin dhe kërcej, kam dhe një librin. Ke dhe librin që e lexon. Ti ujda çfarë do merrja? Po e mendoja ndërkohë që ju po përgjigjeshit faktikisht. Do theja SPF-n, po SPF-n e marrim gjithë po. po. Një dyshek plazhi, një nga këto kështu që fryja kollaj. Më ka munguar. As nuk më shkojnë në mendje fare, kjo mund të ishte gjë. Oh, duhet ai për të relaksuar det. Un kam nevojë për pak më gjatë të mendoj për këtë pyetje, kështu që unë them të japim pak kohë vetes, kalojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare dhe rikthehemi pas pak. Dhe jemi rikthyer këtu në studion e Top Albania Radios në She's On Air dhe un kam një pyetje shumë interesante për gocat. Kanë bërë ndonjë çik palestër këto kohët e fundit për plazh? Si jeni ndjeni gati për të dalë në plazh me vetbesim? A quhet një muaj? Një muaj kam bërë. Jo, nuk quhet një muaj palestër. A më se quhet, 4 herë në javë, një muaj, mendoj se am mledhi çik. Për mua që kam gjithë vitin dhe nuk shkoj, asaj një muaj quhet. Jo se na mungon vetbesimi për të shkuar në plazh, po që atë trupin që do donim ta kishim, kështu në perfeksion 100%. Kam parë shumë goca Vështirë. që kanë pasur trupin shumë të bukur, po shumë të bukur këtë verë. Edhe Më keq se çunat në qërrimi shohin. Të mbysja veten, nuk e di. A e kishte tani se do bëj ca pyetje kështu, a e kishte trupin e vet? Të vetin, jo të vetin. Pastaj e kishte edhe po mos ta 100% ketë të se vetin. dallon dot. Jo, e vërtet. Jo, vërtet, ajo e kishte komplet të veten, 2 goca, 3 goca, Halal komplet gocat, të veten. i përshëndesim Po, gocat. dhe një gocë që duket yll e bukur në plazh është Nikol. Nikol është e vërtet. Nuk di, domethënë Se nuk e kemi as sot këtu, përshëndesim Nikolin. Nikol, unë jam kështu ulëm dhe rishëm të kesh. Po goca, ndiheni ju në presion për këtë trupin kur dilni në plazh, çfarë do thotë shoqëria, çfarë do thonë njerëzit që do të shikojnë? Ja, unë s'e kam fare këtë kompleksin për shembull. Të them të drejtën, ndoshta mund ta kem ditët e para që ke parasysh ke kopa, ashtu dhe të duket Se pak kur je shumë e çuditshëm, bardhë, për shembull, aty është Po tani që u bër disa herë nuk e kam më fare, dua t'ja di. Unë kam provuar të jem edhe shumë e dobët, 53 kg. Tani jam 10 kg plus, jam 63, dhe me thënë drejtën, aq që dua trupin tim dhe veten time e dashuroj, edhe kur e shoh pëlqen. E shikoj, Them sa e mirë je o ti gotë. je shumë mirë. Mendoj se ti je shumë mirë. Unë për shembull trupin tim mendoj se nëse ka një gjë që ma prish, janë duke parë se kam shpatullat e gjëra, dhe nëse unë shëndosh edhe këtu, vëm një 4 orë i madh, nuk më pëlqen fare vetja ime. Jo, Ina, ti je si shpirt, agos. Unë kam pa videot që poston në Instagram. Po tu si barku në buse, Po jemi e gote barkun e thithim gjitha nga e çik tash. ku ta fus në barku. Ai keni Tani po bëre krahasuar foto do e ndonjëherë? thithësh barkun.
E keni krahasuar ndonjëherë veten me gocat online? Patjetër që krahasohet. O një po se s'po na flet fare për këtë muhabet. Këtë muhabet. Unë me thënë drejtën kisha vendosur të bëja një operacion për këtë pjesën për të dobësuar. Me thënë drejtën, mirëqenia u rrit shumë këto muaj të fundit edhe po ashtu dhe kilet e mia, unë për 2 muaj kam marrë diku te 15 kg tepër dhe tani kam filluar po dobësohem pak avash dhe sa të mbarojmë këtë sezonin e provimeve besoj se kam ardhur në Terezi. Mezi po e presim Instagramin Por tënd. që patjetër. Por që nuk do kisha problem të bëja edhe një operacion për shembull për të dobësuar, për të futur pakës diku, për të nxjerr pak nga diku, nuk e kam kompleks fare. Po shiringa do t'i përdorje? Shiringa Për dobësim. Për çfarë? Për dobësim. Jo. Unë kam një gjëjna. Ose futem në operacione bëj, ose po bravo, nuk funksionon me këto. Ose ta ndjej që më djeg. Po bravo, do ta ndjej dhimbjen ose do të Kam një pyetje. Cila është vera më e bukur e jetës tuaj dhe pse? Pyetje thellë. Na hutove tash ishim të fol për operacionet për trupin e pritani, ta mendojmë një çik këtë. Ore. Unë ju ktheva kujtime. Po ç'është e vërteta, ndoshta mund të jetë kjo vera që kam tani, mund të duket Ojna që po shijon prandaj. Po, edhe unë po e ndjej që po e shijoj se verat e tjera sikur e kam pas më shumë për test, për ta shijuar. Këtë verë ndoshta mund ta quaj. Unë do veçoja verën e kaluar për arsye se kisha shumë lekë. E shijova shumë. Kjo më vdes, mo. E shijova shumë. Do të thënë kisha shumë lekë, ça nuk bleva, ku nuk shkova dhe Këtë vit ja shpresoj ta direkt. ta kap veten pra. Ta kapësh ritmin edhe këtë verë. Po. Gjipati, shiko, ka pasur aq shumë lekë, sidomos këtë vit. Pati edhe këtë dhuratat e jo ditëlindjesve dhe zvet, edhe sa të shkoj totali ditëlindjes? Diku te 20.000 euro. Vetëm dhurata. Ja, urdhëro. Me dokumenta. Enxhi që pyet për shifrat e tjera, po të vetet ti ka të frikshme. Po, është të frikshme pra, po edhe i thot, më kupton që ti thot aty, unë i them. Ti thua një modeste fare. Po që I kisha, shpresoj. Mendove për ça? Që I more dhurata vetes? Jo, moj. Mendoni se vajzat kanë një lloj konkurrence mes njëra tjetrës në plazh apo e gjykojnë shumë njëra tjetrën? Për ta gjykuar, kam përshtypjen që e gjykojnë. Gjykojnë shumë. Vajzat e bëjnë këtë gjë gjithkohës, jo vetëm në plazh. Dhe sidomos kur janë me njëra tjetrën, domethënë me shoqe, grup shoqesh, gjithmonë gjykojnë grupet e tjera. Po, e vërtet. Shumë e vërtet. E bëjnë. Madje ku nuk ka diçka për ta gjykuar, kur ajo mund të jetë yll, prap do ja gjej një defekt. Hajt më se e di unë këtë. Që të ndihet pak më mirë për veten e saj. Po, është e vërtet. Por që nuk është gjë e mirë. Çfarë do t'i thonin sot një vajzë që ka komplekse me trupin e saj? Je shumë e bukur ashtu siç je, je veçantë, je unike në stilin tënd, mendoj unë. Frymëzo nga vetja jote. Mos e shiko këto se janë bëra gjitha. Unë mendoj që gjithsecila duhet ta doj veten e vet ashtu siç është, sepse asnjëri nuk është njësoj. Përpos këtyre që po bëhen, asnjëri nuk është njësoj dhe ti fillimisht mendoj duhet të duash veten tënde nga brenda, që pastaj ta përçosh atë gjën edhe jashtë. Vërtet. Ama unë do të thoya edhe këtë tjetrën që nëse nuk ndiheni mirë dhe shihni që ka mundësi për të ndryshuar, motivohuni, shkoni në palestra, ndryshoni regjimin ushtrimor, se nuk ka asgjë sot që është e pamundur. Gjitha bëhen, vetëm operacione mos bëni. Or edhe ato bëjnë një po e patë fiksuar. Jo në moshë të re, jo në moshë të re. Shiko, faleminderit shumë se më duket sikur po më jepni mua një mesazh. Po merra gjithë mesazhet e juaja. Kam një pyetje. Po sa përtojmë, se po të duan. Çfarë operacioni plastik do bëni t'ju? E vetmja gjë që unë do bëja do ishte kjo, ta hiqja. Double chin edhe unë kam do ta bëja atë tani afër. Nuk e duroj, do të ishte vetmja gjë, po shumë më vonë se tani nuk e kam në plan. Po, ti ke si çfarë do bëj ndonjë gjë? Unë kam shumë frikë këto, me thënë drejtën, po unë nuk kam bërë kurrë asnjë operim, jo estetik, po asnjë operim kurrë. Po nëse do ishte një gjë që do mund ta bëja,
që ta mendoja mund të ishte vetëm gjoksi, ndoshta. Ka shumë vajza është rritur shumë kërkesa për të bërë gjoksi. Edhe ajo mund të ishte, po pasi të Ju bëjë ejta, mama. çfarë do bëj? Mendova se s'do. Po pra mendoja të pyes që edhe kam frikë. Jo, unë faktikisht e kam menduar gjithmonë, se unë për shembull dua të bëj shumë fëmijë. Dua të bëj 3 fëmijë dhe mbas 3 fëmijëve, trupi im nuk do ishte aty ku duhej dhe as me palestër nuk do e rregulloja dot, do bëja edhe barkun edhe gjoksin. Do t'i bëja një lifting gjoksit, një heqje barku. Këtu jam pro, ë? Jo, edhe. Po jo në moshë të re. Atë sa këtu po jam e pro. thash, do e bëja gjoksin në qoftë se pasi të bëja fëmijë. Po. Jo, pse më çka Po ke lek bëjeni gjithë ju që na dëgjoni, vetëm lek që keni jepini gaz. Jepini drejtim. E goca, e mbyllim këtë pjesën? E mbyllim. Biseda shumë interesante do vazhdojnë edhe në pjesën tjetër. Dëgjues të dashur, na ndiqni, rikthehemi pas pak. Kemi një lojë pastaj. Përshëndetje, jemi kthyer prapë në Top Albania Radio, në Shizoner dhe un kam një pyetje për ju, e cila është: cili është synimi juaj për këtë verë? Të gjej Po ta burri jo mendojnë një. thellë, jo një përgjigje kështu si përfaqësore. Po nuk e di, ndoshta do doja shumë që kjo vera të më frymëzonte për një tjetër sezon akoma më të mirë, për të sjellë diçka ndoshta më të mirë nga vetja ime, për ndoshta të zbuluar një anë të re të vetes time. Këtë e dua për frymëzim të gjithë verën. Synimet e mia këtë verë janë të dobësohem para se të shkoj në plazh, të bëj foto. Deri në fund korriku. Do e shihni deri në fund korrikut. Deri në fund korriku këtu jam, unë nuk ka Kur të mbaroj të bëj foto të bukura për Instagram dhe të rris pa kontentin në Instagramit, të frymëzohem me këto gjërat. Këtë kam nisur dhe unë të më drejtë. Sigurisht. Synimi im Ha vazhdo. Se po më shifte Ina thash mos më shikoni se s'kam asnjë synim. Du vetëm të relaksohem, të bëj qef dhe të udhtoj. e ke pushim këtë Pa verë. kam pushim të verë. Synimi im për këtë verë është që përveç faktit që dua të relaksohem dhe t'i shijoj pushimet në maksimum dhe të shkoj sa më shumë në plazh, dua shumë që gjithashtu ta mbush verën me projekte të reja. Bravo. Kjo. Ta shoh veten në sa më shumë fusha dhe të provoj sa më shumë gjëra të reja me projekte të ndryshme. Çfarë do lini pas këtë verë? Shihet e meshkujt. Po ndoshta këtë që tha dhe Kesi. Të edhe shumë Ina, gjithë. më duket po lë pas gjithë meshkujt e shëmtuar dhe Po, të inshallah na dalë në bin një ta të mirë bukuros. të përpara. Po, është vërtet. Do lija pas ta zgjedhjet gabuara, që mos i bëja më. Ja, urdhëro. Do ta bëjmë atë lojën që ju premtova. Hajde bëjmë. Atëherë, përgjigjet tona duhet të jenë po, jo dhe ndoshta. Po. Do nisja një romancë vere edhe nëse nuk e di që nuk ka të ardhme. Edhe pse e di që nuk ka të Po. ardhmë. Jo. Jo. Sa shpejt isha. Ndoshta se nuk i diet rrugës. Bravo. Jemi në një mendje? Jemi. Kam flirtuar ndonjëherë vetëm për qef. Po, mi. tjetër. Ndoshta. Madje shumë herë. E kam bërë. Mund të biesh në dashuri brenda pak ditësh. Jo. Jo. Në dashuri mund të krijon ca ndjenja kështu, po jo dashuri, jo. Jo, kur. Varet është me tipa jo. Është e sigurt nëse do njeh një person i cili është dita 1, okay, do më duket shumë interesant kur zgjohem ditën 2, në ditën 3 unë heq dorë. Do ne kam kështu, duhet të kalosh të paktën në ditën e 3. Ditën e tretë. Nëse ja dole ditës 3 të jenë Ja ke rregull. hedh. Një puthje në pushime nuk ka rëndësi nëse nuk e sheh më kurrë një atë person. Jo. E kam bërë. Absolutisht që jo. Unë e kam bërë. Ndoshta. Çfarë më? Mirë e ka bërë. Ata të pëlqeu të paktën. Ishte Në atë interesante moment për pëlqeu. momentin. Se erdhi dita 3. Kam postuar ndonjëherë diçka në rrjetet sociale për të bërë xheloz dikë. Normalisht që po. Pa. Unë të më drejtën asnjëherë se kam bërë këtë, nuk e di pse. Ndoshta ish partnerët që mund të kem pasur, se e bëra kështu sikur sa kam pasur. Çfarë do thonë Ina që ja? Ata aq, Ata një person që O Ina, çfarë janë këto mesazhe që jep moj vajz? Shiko, ta qartësoj, maksimumi 2 partnerë kam pasur në jetën time.
Dhe kanë qenë në kohë të gjatë. Nuk më është dashur asnjëherë që ti bëja xheloz me dikë tjetër, se bëshin xheloz vetëm nëse unë dilja. Kështu që, Okej. kemi në një... Jo, me kemi postuar. Po, për shembull, kam qenë në shtëpi edhe të bëj sikur kam qenë në ndonjë jahtë, o zemra të shkruaj ndonjë shoqe për shembull, ma nis pak të foton që ke postuar ti, që ta hedh në WhatsApp. Edhe unë kam bë duke postuar festa në plazh ndoshta. Do të zgjidhja gjithmonë pushimet me shoqet para atyre me partnerin. Se vazhdojmë për Kënaqesh shumë me shoqet, mendoj. Faktikisht po, kënaqesh më shumë. Ndoshta do them unë. Do pëlqente grup shoqëror. Po, çifte do ishte perfekt. Shikoj, nëse un kam një partner dhe un vazhdoj të ikë në plazh me shoqet e mia dhe ti nuk je pjesë e grupit shoqëror, shikoj, më mirë e lejmë. Duhet të jetë një njerëz që të përshtatet dhe me grupin ton shoqëror. Po, patjetër. Po, ajo është sfida më e madhe. Më kupton që se ke kalu ditën e tretë. Sfida tjetër më e madhe është shoqëria. Do të më bezdiste nëse një shoqe poston foto të mia të pa leje që Si, kështu selfie që kemi bë bashk. po bra, Jo, varet, nëse unë kam dalë në sfond mbrapa shumë keq, do i thoja që shiko se unë s'kam dalë mirë, po jo se do më bezdiste. Problemi është me këtë shoqe, pse se ke fshirë o gotë duket keq fotoja ju. Unë varja ose kisha mendjen. Do më thënë se keni problem. Jo. Okej. Jo, po të më nxjerri mua si majmuna, ajo të nxjerri veten e saj të photoshopuar. Lem të ndoshta. Po. Nuk do t'i tregoja kur partnerit gjithçka që ka ndodhur me pushime. Të vinte vetë ti shifte. Faktikisht, një këshill është që nuk i tregohet partnerit çdo gjë. E ky është gabimi im, unë tregoj gjithmonë çdo gjë. Madje tregoj më shumë se ç'duhet. Se jo për gjë, po as ata s'na tregojnë ne çdo gjë. Edhe ndonjëherë bëhet dhe problem kjo për mua që tregoj me sinqert. Po, se ti përdorin pastaj. Po, edhe është faji im pastaj që jam e sinqert. E shikon? E gjejmë njëra tjetrën në këtë bisedë. I'm just a girl. I'm just a girl. Kam menduar ndonjëherë të kontaktoj një ish gjatë verës. Jo, s'ka qenë verë. Ndoshta, po Nuk i dihet. Ndoshta me këtë. Gjatë verës, jo asnjëherë më prish pushimet. gjatë dimrit është pak a shumë ajo periudha. Ta shtym edhe dimrin. Njerëzit janë më të guximshëm kur janë larg qytetit të tyre. Po, vërtet. Po. Që mos i njohin njerëzit për rreth. Gjithmonë po. Mundësisht krijon dhe një emër tjetër. Ktu në Shqipëri nuk e bëjmë dot, po jashtë edhe mund ta bëjmë. E di se tani më kujtua. Isha fundjavën që shkoj në Radhim. Edhe kishim një çift afër, goxha moshe madhe, mbi të 50-60 mund të ishin, dukeshin që ishin të huaj. Plazhi ishte plot me njerëz familjar, fëmijë mosha të ndryshme. Edhe ajo gruaja hiq sutjenat dhe del topless. Po, në sy të gjithëve, dhe të gjithë ngelim duke e parë. Okej, ndoshta thash, kanë ardhur nga një vend tjetër, është vendi huaj dhe se kanë aq problem se njerëzit nuk e njohin. Është vërtet, edhe kjo. Si ishte kështu, ishte në top form. Ishte e mirë. Po, ishte alamet, edhe pse mosha madhe. E pas ka një gjithë krenaria ajo. Edhe unë ti sa burri vetë shifte kështu me admirim, ishin shumë okay. burra të tillë paçit. Do të largohesha spontanisht për një fundjavë me dikë që sapo kam njohur. Jo. Jo, para se s'ka kaluar dita e tretë. Imagjino domethënë ti ke unë, e të vit dita e tretë mua mos pëlqej, nga të futem. Për çfarë do kem shpiu? Një histori vere mund të kthehet në dashurinë e jetës. Ndoshta. Tani vallai. Ndoshta. Presim. Kush ka mendon se mund ta bëj, le të vi. Provoj. Kam një sekret veri që ende nuk ja kam treguar askujt. Po të gjithë kemi patjetër. Tina, mendoj një herë thënë. Në Instagram ti poston. Nuk besoj se kam ndonjë gjë që se kam treguar. Do të fshija disa foto nga kjo verë para se të fillon të shtatori. Jo, pse? Maksimumi vetëm po më prish estetika Instagramit se. Jo, unë do t'i fshija nga telefonin po të më ngarkonte shumë, kupton se. Mua më fshin automatikisht se më mbyll Instagrami, kështu që nuk kam çfarë fshima. Jo, nuk ka gjë më të keqe se ndonjëherë përdorim Instagramin kështu për të rrit foto. Edhe kur na fshin. Të gjitha arkivat që kam pasur ndër vite, ajo është gjëja që më vret më shumë. Është vërtet, arkivat e mia janë një Instagram i dytë i imi. Nëse do të jetë gjithashtu. Madje janë si memories në Snap. Unë kam hequr gjithë fotot nga plazhi, kam futur në arkiv.
Të lidhja e Në profilin tim kisha hequr më duket. Po këtë vit duhen ca foto shumë të bukura me vërtet. Duhet. Stay tuned, na bëni follow në Instagram. Për me qëra fjallat, na bëjmë follow në Instagram këta. Ina Pashollari, Huida Koçi, edhe Enxhi Rushdia. Kesi nuk besoj se kanë nevojë për reklamë. Po se ka për Instagram të ri. Po ju e dini emrin e Kesit, kështu që nuk ka nevojë për shumë zor. Mendoj se erdhi fundit e kësaj pjesës, sepse neve po na shkoka muhabeti vaj goca, kishim edhe i kafe këtu. Mirë do ishte. Kishim këtu në filxhan ose ndonjë gin. Mos na i kujto tutëm se kam pushim. Nga e hëna në të premte kam pushim, po. Në program janë dark. Rikthehemi pas pak për të diskutuar dhe më tej. Jemi rikthyer sërish në She's on Air. Tani do doja të ngacmoja pak më shumë Kesin, se folëm boll. Kise, si do ma përshkruaje këtë vit për ty? Vit ku unë kam parë një version tjetër të vetes dhe sa e aftë jam mund të bëj gjëra për të cilat marr përgjegjësitë plot për t'i bërë. Cilat kanë qenë sfidat më të mëdha të këtij vitit? Menaxhimi Mateos ka qenë realisht një sfidë në vete, duke qenë se do jesh edhe në kontakt të vazhdueshëm me mbështetësat për pjesën e xhirimeve, editimeve, gjërave, kështu që ka qenë një pjesë cilën unë nuk e kisha provuar më përpara, por kuptova që isha shumë e aftë ta bëj. Kush, do të them përveç kësaj të Mateos, ndërkohë ti ke qenë paralelisht edhe me shkollën. Sa të ka ndikuar kjo për shembull tek shkolla jote? Të ka ndihmuar apo? Jo, ç'është e vërteta, më është e kundërta. Kam bërë shumë mungesa këtë vit. Edhe mamë e babi më falë, se po nëse po e dëgjoni, kam bërë shumë mungesa këtë vit. Djali tuaj. Dhe ai është i vetëdijshëm. Kam bërë shumë mungesa këtë vit, por që mendoj se me këto provimet e sezonit, duke qenë se jam marr pak më shumë, po e rikuperoj. Mendoj shpresoj. Te kjo pjesa e shkollës ne patjetër që të urojmë shumë suksese. Shumë faleminderit. Por Vera ka ardhur, është këtu në mesin ton. Ti pushimet si do t'i kesh? Do t'i kesh me familjen, me shoqërinë, me partner? Me shoqërinë edhe me familjen, as si lloj partner, ç'është ky term, nuk e kuptoj. Me shoqërinë. Me që e për shkollën, se mua më ngel mendja diku te provimet, okay, si ke ngel ndonjë kështu si ne tjerë. Po. Po mirë. Ka shtatore plot për ne. Pra shtatori është mua jo. Pra ti domethënë na the që kështu pa e thënë me zërin tënd tamam, ti një partner momentalisht nuk ke, je single. Jo, po jam single. Po, Mateo kështu në këtë aspektin e marrëdhënies së motrës. Si marrëdhënieve që mund të krijoj për shembull motra të njëjë dikë ose si është? Çfarë qasje ka? Po, në radh parë për mua është shumë e vështirë. T'ja them Mateo. Jo, shumë e vështirë të njoh dikë në radh parë. Mateo është shkalla e fundit e këtij muhabeti. Është pas 3 ditësh. Domethënë e merr vesh po. Jo, e merr vesh dhe babi, ku do pastaj e merr vesh Mateo. Është fundit fare. Po realisht un kam një tip që e kam shumë të vështirë të njoh një person, kam dhe shumë probleme me besimin, që është e vërteta, edhe nuk e besoj askujt kurrë 100%. Kështu që unë të marr një hap dhe të njoh një person, duhet ma bëj bam, dhe që të më ndodhi mua i bami është shumë e vështirë se jam shumë piki, jam shumë. Po aktualisht përveç provimeve me çfarë bën mirë tjetër apo? Shumë klishe, po vazhdoj të menaxhoj hotel. Okej. Vazhdon. Apo të paguan vllai për këtë menaxhim. A merrni një lek? Po nga që është shumë zemër gjër, më jep një lek shumë, unë them nuk e dua. Nuk e dua poshtojen çik. A mano ti mbaje tash do më. Lutemi them unë edhe i zjas do. Do të pëlqente të ishe pjesë e jona më shpesh këtu në She's on Air. Po realisht kënaqem shumë kur vi këtu, edhe e gjej shumë veten. Kështu që po, do më pëlqente. Do ja bëjmë gjatë pyetjes? Ja, se po më shikonte Huida. Ti ke thënë që në She's on Top s'do më shikoni kurr. Në She's on Air do të shohim prap. Po. Po pse në She's on Top jo?
Po nuk mendoj se e gjej Apo ka, veten. ishte një kujt tani e kthej mund të futem. Jo, nuk mendoj se e gjej veten aty. Ndoshta në juri. Po mirë, Po, ndoshta në juri po në pjesë si konkurrente, jo. Si opinioniste, je pak thumbuse apo je Unë po prisja një pyetje tjetër të Enxhit që s'po e Ç'është bën akoma. vërteta? Edhe unë faktikisht po prisja një tjetër. Të ndihmoj? Shumë pyetje. Kë do hiqe nga ne këtu për ta. Bravo, ta do ardhur ishte nga ne. Asi me thënë drejtën, unë mendoj se kam shumë kimi me këtë do të kem këtu, jam tip shumë i shoqërueshëm, kështu që ta bëjmë kështu me ditë njëra pushim tjetër. Sa të thë do bëjmë 7 se bën 6 jemi. Si është një ditë normale e jotja? Atëherë, unë zgjohem përgjithsisht, do të thënë në ditët që nuk jam në shkollë, zgjohem përgjithsisht shumë vonë. Dhe zakonisht pi kafe me shoqërinë ose me Mateon, pastaj mbaroj kështu little errands që mund të kem punë të voçkla. Edhe darkave kryesisht merrem me editimin e videove dhe pastaj shoh serialin tim dhe flej gjuhë. Më duk Gjumë princesha, edhe jetën tim. Po. Ti na ke ndjekur javën e kaluar? Jo, nuk ju kam ndjekur, por që më kanë ardhur video, po. Po, kemi pasur të ftuar Edisën dhe u diskutuan ndonjëherë ato debatet që kishit ju të dyja. Çfarë ishte gjëja e parë që mendove kur e dëgjove? S'pata asnjë mendim. Nuk pata asnjë mendim? Jo, e kisha blackout, s'pata asnjë mendim. Zakonisht për gjërat që s'më interesojnë nuk është se kam një mendim. Thjesht Po një reagim. Jo. Nuk të surprizoj fakti i fare që ajo tha unë nuk tërhiqem nga ato çfarë kam thënë? Po, përderisa ajo e nisi këtë gjën dhe unë refuzova që ti jepja më shumë vëmendje për ta vazhduar, thjesht i dash përgjigjet që e kisha detyrim moral që ti jepja, që është e vërteta. Kështu që jo, nuk dua të kem asnjë lloj reagimi, asnjë lloj kundërpërgjigje, secili ka mënyrën e vet menduarit, jetë në vet. Edisa tha që baballarët e juaj njihen. Të ka thënë që babi në lidhje me këtë? Okej. As që mund të njihet me babin e Edisës? Jo, asnjë lloj reagimi, asnjë lloj gjëje, s'është. A do të thoje diçka nëse do e kishe përballë sot? Shumë vështirë ta kem përballë. Jo. Mund ta kishin ftuar në atë case herë tjetër. Nuk do vija. Surprise. Do me thënë si e gatshme fare as për një takim sqarues ose nëse rastisni nuk do flisni fare? Nuk mendoj se ka ndonjë gjë për të sqaruar. Jo, unë me njerëz që nuk më japin energji të mirë dhe që nuk më pëlqejnë, nuk preferoj të kem komunikim fare, kështu që jo. Preferoj të zgjedh injorimi sesa të futem në bisedë me dikë që nuk më jep energji të mirë. Duke diskutuar për këtë Instagramin tënd pas here, ty do të më mërzisësh tani. Tani ç'të bëjmë? Je mërzitur vërtet për mbylljen e Instagramit Okisi? Po, mërzita. Ata mbylli dikush apo çfarë ndodhi? Me aq sa di unë, Instagrami pati probleme që po mbylleshin shumë akaunte, po me aq sa informacion kam, unë di që mua ma mbyllën, nuk është se mu mbyll nga Instagrami. Unë u mundova ta hapja prap, që është e vërteta mu hap, ndeti plot një orë gëzim pata, plot një orë hapur, dhe pastaj mu mbyll prap përfundimisht dhe nuk kisha mundësi ta riktheja më, pavarësisht se unë apelova etj, nuk kisha mundësi ta ktheja më, kështu që mendon se ta ka mbyllur Edisa? Jo, nuk jo. Pse Edisa duhet mbyllë Instagram? Jo, nuk mendoj, po më të ke një person specifik se ti the ma kanë mbyllur. Jo, nuk kam asnjë person specifik, thjesht nga njerëzit që e studiuan Instagramin tim, më thanë që ta kanë mbyllur me reportin, nuk është se kam një person specifik në mendje, po kushdo që e ka mbyllur, bravo qoftë, vlla, paske qenë shumë i aftë. Ç'a të them, nuk cili është apeli yt për ata që po të ndjekin? Mësore që ngushtë me në lidhje me qa konkretisht do të them? Te Instagrami ishte. Te këta hejterat rrjeteve sociale, po themi. Çado që të bëni ju, unë kismeti im është kismeti im, kështu që unë do ngrihem gjithmonë, nuk ka problem, mund të mundoni sa doni, nuk është se më prishni punë, mund të më mërzisni maksimumi një ditë,
çudia më e madhe 3 ditë zjat për mua zjat 1, kështu që Edhe ne jemi mërzitur çik. Se do ta shfrytëzojmë pak këtë mbylljen e Instagramit tonë. Edhe ju Instagramin. Neve na kanë mbyllur Instagramin. Shizonerit. Ne dëshmuam se na ishe mbyllur ti, okay. Kisha për vete. Ne mos na mbyllë ti, po. Jo, me ju Shiko, ti, më fal, Instagrami kujt u mbyll para, i Kesi ka imi. Jo, e po, shiko, Kesi ka menduar se ja kemi mbyll ne. Na kjo borxhi. Tani, unë mendoj ta sqarojmë pak më vonë. Dhe do kalojmë në një absurd shkurtër publicitar, rikthehemi pas pak. Dhe ja këtu me këtë energji kaq të mirë ne jemi rikthyer në Shizoner, vajzat bëjnë sa batuta shumë të lezetshme ndërkohë që jemi në publicitet. Neve vazhdojmë të na ndiqni, ju vazhdoni të na ndiqni neve në frekuencë. Ne mund ndjekim veten tonë shkollën këtu. Në frekuencën 100 FM në kanalin 10 në digital. Atëherë Kesi ne kemi vënë re që ti e shoqëron gjithmonë Mateo në Shizon Top. Si të duket ai si pjesëtar jurie? Mua më pëlqen shumë Mateo si pjesëtar jurie dhe ç'është e vërteta un kam qenë një nga ato njerëzit që i kam thënë po shko dhe provoje se mendoj se si pjesëtar jurie i përshtatet shumë. A ka ndryshuar ndër pak Mateo nga ai çfarë njeh ti nga afër dhe se si mund të impostohet në rolin e një opinionisti në ekran? Jo. Mendon se është më i ashpër apo më i ëmbël me gocat aty, e zbut pak situatën? Unë mendoj se Mateo i bën kritikat që ka për të bërë, po Mateo i bën kritikat në mënyrën më të butë të mundshme. Këtu jemi pak të kundërt, domethënë, i bën në mënyrën më të butë të mundshme. Ti nuk do isha aq e butë. Unë madje një kështu fun fact i vogël, herën e parë më duket, atë dytën që kam shoqëruar Mateon për të xhirimet e Shizon Topit, vajzat aty mendonin se unë isha Konkurrent. Jo, pjesë e jurisë si e ftuar. Dhe po qeshtin, po flisnin dhe i thash, goca thash, mos më merrni kaq me të mira, thash se pra, filluan lajkat. Keni fatin thash që është ky se po tisha unë thash jam më e keqe, thash nuk jam kaq e mirë sa Do ta shikoni dukem. ti. Se realisht domethënë jam pak më e ashpër, nuk e di pse, po kështu më ka bë zoti. Pak fare më të ashpër. Si është Mateo para se të dalin në transmetim? Ka emocione? Ka pak emocione, me thënë drejtën se Shizon Topit xhirohet te pishina e Bigut dhe Mateo puntatat e para ka pas një ndjesi sikur sikur po futej në prime-in e Bigut. Edhe po tani ka kaluar gjëja, normalisht ato e ka pasur vetëm puntatën e parë, po tani është super okay. Shkrijuar në një situatë fani në backstage që të ka bërë të qeshësh me gocat, po edhe me Mateon, me antarët e tjerë të jurisë Bërkenën ose Nikon. Mund këtë pasur dista, po nuk është se mbaj mend diçka specifike. Domethënë se kanë qenë shumë. Edhe po, kështu që po është goxha, domethënë Shizon Topi është goxha argëtues për post faktit që vajzat janë aty për të modeluar dhe për treguar veten e tyre në modeling, në photoshooting, në hecje e tjerë, është dhe goxha argëtues. A ka pasur një vendim që Mateo ka marrë dhe ti nuk e qenë dakord edhe ja ke shprehur? Jo, deri tani kam qenë dakord me çdo vendim që ai ka marrë. Në një vajzë që kanë nxjerrë në nominim për shembull. Jo. Jeni dakord ju për shembull të dy? Sepse neve zakonisht kemi të njëjtat mendime dhe të njëjtën vajzë për shembull që ka dashur ai ta nxjerrë në nominim, të njëjtën kam pasur dhe unë kokën time, kështu që jo. E vërtet. Në një nga netët e spektaklit, Eli, një nga konkurrentet, vendoset të surprizojë me një trëndafile, prisja? Jo, nuk e prisja, me thënë të drejtën, madje u çudita shumë kur tha që se unë e pash që ajo kishte edhe një tjetër, domethënë kur e nxorri, dhe po mendoja ndoshta e ka mbajt për vete si pjesë të veshjes, nuk e di, domethënë një aksesor shtesë, po më bë shumë qefi kur ma dha. Okej, si mendon se ishte pak si tip like, pak favorizim që ta mbante Mateo pak më shumë me hatër. Jo, me thënë drejtën nuk e mendoj, se duke qenë se ato janë vetëm 3 pjesëtar të jurisë dhe nga juria vetëm unë jam ajo që e shoqëroj Mateon, kështu që zëri se jam një juri e jashtë. Kështu që jo, nuk më duk si like, thjesht si një gjë shumë me mirë menduar dhe cute. Domethënë e vlerësova goxha. Po çfarë mendimi ke ti për Elin si konkurrente? Ose mos sa kush të pëlqen ty nga gocat e Shizon Topit, se ndoshta se i pëlqen. Jo, mua Eli më duket konkurrente e mirë, madje puntatën e kaluar më ka pëlqyer me veshjen e saj, me ato krevatat e kështu më ka pëlqyer goxha.
është treguar shumë kreative, po një të preferuar, se kë kam mund të preferuar, më vjen shumë keq, por nuk më lejohet ta them, se duke qenë se vlla im është pjesëtar i juris, duket sikur ndikon mendimin. Po, duket sikur ndikon ose duket sikur e imponoj unë, kështu që nuk e them dot as kë kam më favorite, as kush nuk më pëlqen. Po për Ines, konkurenten që të cilën u tha se po flirtonte me Mateon, mendon se ka vërtet një pëlqim? Jo, nuk e mendoj fare. Mendon se e bëri për të bërë një lajm, për të Jo, thjesht mendoj se ka pasur disa luhatje mes Brikenes dhe Mateo. Jo, nuk e mendoj fare që e ka bërë me atë qëllim. Madje edhe se unë jam me vajzat edhe në backstage do se përderisa rri aty dhe nuk shikoj asnjë lloj afrimiteti ose gjë më shumë, plus Mateo është vetë person që nuk e lejon veten që të krijojë afrimitet me konkurrentet. Kështu që jo, nuk e mendoj ashtu, thjesht ajo ka dashur që të marrë se s'bën një mendim pozitiv për veten e saj atë puntat. Kështu Mateo bie kollaj në dashuri apo do ca ditë? Jo, nuk e kam me 3 ditë. Jo, unë 3 ditë i kam provë. Mateo në fakt është, për mendimin tim, është shumë e vështirë që të bjerë në dashuri, po pora vështirë se del. Okay. Do me thënë, pora është ta mama jo fjalla bie. Ka rënë pra, pas ka rënë do me thënë tani. Po. Zhytur. Kështu, po notona. Po ti si motër për shembull, se unë mendoj në raportin që kam unë me vllajin tim. Kur e shikon vllajin tënd që do me thënë ndonjëherë ajo dashuria e madhe të gjitha dhe përpiqet motra që të vi dhe ta. Dile. E bën ti ndonjëherë këtë rolin që ta sjellësh në vete ose diçka apo? Jo, se dashuria është ndjenjë shumë e bukur për të përjetuar nga çdo kush. Edhe unë nuk kam pse ta nxjerr nga ajo kështu bubble i vet që është futse. Çdo njeri kur bie në dashuri, futet ajo flucka vet edhe ka ato ndjenjat edhe emocionet e veta dhe nuk jam munduar me thënë drejtën se ai po e shijon ato gjën, kështu që dashuria është gjë shumë e bukur, ndoshta unë vllai im nuk ka qenë me personin e dur dhe prandaj unë e kam shkundur, kështu që është një lloj hinti mendoj unë. Motra si kej si paçi. Falisa ja ka dalë nami që jam edhe motër e keqe. Plasi rjeti i ke ndar ti ke bë kështu ja doli një video që është e vërteta që duket sigurisht një kunj për Brikenën. Unë nuk e kuptoj. Ajo kënga nuk ishte lidhje fare me Brikenën, jo, nuk e di. Domethënë njerëzit deluzionojnë shumë. Unë kam dalë në këtë konkluzion dhe nuk përpiqem më të mbush mendjen askujt. Domethënë jam goditur shumë në rrjet për këtë temën. Po nuk kam dhënë kur një kundër përgjigje sepse më zhduk budalli komplet, domethënë nuk kam arritur ta logjikoj dot si e logjikojnë ata dhe kam thënë just let it be. Ka menduar se je motor si Ina që të shkundet dhe ndërhyn shumë në jetën e vllajt edhe nuk ndërhyn fare. Nuk ndërhyn fare, po kur e shoh që s'bën o vlla. S'bën dhe pik. Okej, bëçmos. Një kritik që do t'i bëje ti Mateo si motor ose dhe si shikuese e Top Arenës ose dhe Shizon Topit. Nuk është se kam ndonjë kritik. Është perfekt pra. Po jo, për syrin tim është gjithmonë perfekt. Domethënë nuk kam asnjë kritik në momentin mund t'i jap ndonjë këshill të vogël para se të dalin në transmetim ose zakonisht jam aty duke i rregulluar ato fijet e flokëve që ja rregulloj kështu para se dalin në transmetim, po gjë shtesë jo. E kështu fluturoj përsëri koha. Biseda do ketë akoma mes nesh. Ne do të rikthehemi pas pak. Ne jemi rikthyer përsëri këtu në Shizon Top. Shizon Kemi folur shumë për Shizon Top. Na është bë mendja Shizon Top. Shizon Top Club, Shizon Air. Shumë gjëra. Po prapë të mbetemi tek familja e së diellës, te Mateo te Top Arena që është futur në një tjetër dimension. Ti Kesi, si e ke parë në rolin e moderatorit në këtë rast? Mua më pëlqen shumë Mateo që është e vërteta si moderator, po
Më pëlqen shumë edhe ajo loja që ka me të ftuarit kur i interviston. Më pëlqen shumë sepse mendoj se është në comfort zone, duke qenë se është dhe intervistë që ato janë të detyruar të ushtrojnë ushtrime gjatë intervistës. Mendoj se është edhe pak intervistë sfiduese, edhe Mateo kënaqet më shumë se është një ambient që ai është më i familiarizuar, kështu që më pëlqen shumë që edhe pse në Top Arena është sërish në comfort zonin e tij. Ti ku e sheh më komod, në juri apo në moderim? Tek të dyja. Mendoj se përshtatet shumë mirë tek të dyja. Pa i vet, nuk ka. Kështu të me kanë vllajën e gjithanshëm mund. Po mirë, diku e sheh njeriu veten më mirë. Ai vet nuk ka shprehur diçka, për shembull këtu ndihem më mirë. Jo, nuk është se më ka shprehur diçka. Mendon se publiku do zbuloj një anë tjetër të Mateos me këto dy pozicione që ai ka zgjedhur të shfaqet në televizion? Po, normal, sepse publiku është mësuar që të shohë Mateo në përditshmërinë e tij. Nuk është mësuar që të shohë Mateon me një skalet përpara, duke intervistuar njerëz, kështu që normalisht e shikon në një dimension tjetër. Po ti pak më parë na the që ai nuk është se ndryshon shumë nga përditshmëria e tij edhe në ekran, kështu që automatikisht. Po aty nuk te Top Arena nuk rri Mateo të pi kafe dhe cigare. Për shembull, si publik më ka surprizuar shumë, me thënë të drejtën, ndryshe nga Brikena që është pak më e ngurt, Mateo është zjarr fare me komentet, me gjërat, është okay. Është shumë i lirshëm, mendoj se ndihet rehat. Është komfort. Ndihet po, realisht rehat. Dhe kemi parë edhe si këngëtar tashmë Mateo. Ama të lutem, thoj veç për këndim nuk je. Wow, pse moj? Ç'ishte kjo? Se i gjithanshëm the, po veç për këndim nuk është. Aty thoj hiç dorë. Unë mendoj se ti e ke gabim. Hiç dorë thoj pa fillim. Si mendon se ai bënte për këngëtar? Jo, e di pse mendoj se aty zë kishte Francesca. E dëgjuan duke kënduar, kishte zë. Brikena s'ka zë. Francesca Francesca nuk e kemi dëgjuar se nuk e ka provuar, po kur ta provoj do t'i themi se Francesca kishte zë, po unë Mateon se aty mund të ketë emocione sepse normalisht është live në studio, ka publik, kurse unë e kam dëgjuar dhe në studio. Kam qenë dhe në studio me Mateon dhe nëse ai nuk do bënte për atë gjë do t'i thoja, motra po ik mos lër nam tash e kupton? Se nuk është se s'do t'ja thoja, po në studio normalisht, duke qenë se janë shumë pak veta, edhe ndihet më presim edhe një projekt muzikor nga Mateo. Po, ndihet edhe më komfort në studio. Po super. Jo, vërtet, po ndërkohë me Mateo ne kemi parë në të dyja, po Brikena si të zhdukur. Duke parë se ti e ke njohur dhe nga afër, në moderim, në gjitha si të zhdukur Brikena. Edhe Brikena më ka pëlqyer në moderim. Domethënë mendoj se ato të dy pozicionet e tyre i përshtaten shumë mirë, edhe mua më ka pëlqyer dhe titulli i intervistës së Brikenës, që e ka kaç me Brikenën. Po, jo, shikoj, se pak përpara e përmendi dhe Engji që tha, më duket më e ngurtë Brikena se Mateo. Ti nuk është se the që kjo se Brikena shumë mirë, mua më pëlqen ose diçka. Po sepse Brikena gjatë kohës që bën intervistën është edhe ulur, normalisht nuk është se çohet, lëvizi ose diçka e tillë, dhe ka një intervistë pak më serioze se Mateo. Kurse Mateo intervistën e tij e ka dhe me aktivitet, intervistën me të qit fruthin. E kupton, e ka dhe me aktivitet fizik. Është lodhshme ka. Kështu që normalisht do ndryshojnë edhe Mateo nëse do kishte një pozicion që ta kishte intervistën siç e ka Brikena, ulur dhe pak më serioze. Nuk mendoj se është problemi i intervistës, mendoj se është problemi i karakterit. Mateo për shembull duket që është ndihet mirë aty dhe është futur. Është vetvetja, është futur tamam në zonën e tij, kurse Brikena ndoshta mendoj se ndihet pak edhe më shumë në siklet. Se di, mua kështu më duket. Personalisht ti e ndjek Top Arenën? Po, e ndjek. Normal që ndjek. Nëse do të vinte një ftesë, do shkoje? Patjetër që po. Do mbërje pjesë tek intervista Mateos apo tek e Brikenës? Edhe kaç me Brikenën, sepse për pos faktit që 5 minuta plank. Për pos faktit që nuk kam takat ta bëj intervistën e Mateo, se s'kam fuqi, mendoj se do isha dhe më rehat duke mi bërë pyetjet Brikena, duke qenë se Mateo nuk mendoj se do mi bëj pyetjet me aq dëshirë të madhe se ai. Imagjino tani Mateon që e pyet ndonjë lidhje. Jo, po Mateo i di përgjigjet e mia dhe nuk mendoj se intervista do përcjelli të njëjtin emision. Do ishte shumë e bukur në momentin ta marrësh vesh. Po, natën e mirë po. Ku është dalja e emergjencës, më fal.
A ke ndonjë kritik pasi mbaron emisioni që ta marrësh telefon ti thuash apo ndonjë kompliment e bën gjithmonë apo Ne të dy mbasi mbaron Top Arena, flasim ndërkohë që ai është ka mbyllur xhirimet dhe është duke shkuar për në shtëpi, më telefonon gjithmonë dhe flasim për mënyrën se si shkoi puntata e ditës, edhe çfarë na pëlqeu, çfarë s'na pëlqeu, po deri tani kemi qenë okay dhe unë jam shumë krenare për këtë rrugtim të tij të ri. Dhe shpresoj të jetë si sa më mbar. ti je motër kritikuese apo motër që i thua ti je më i miri? Motër kritikuese. Okej. Pavarësisht se unë mund të them gjithë që vllai im është më i mirë, nëse unë kam një kritik për t'ia bërë, ja bëj dhe nuk ja bëj në mënyrë, po dhe nuk ja bëj në mënyrë të butë. Që ti them otra gjë se Se mirë parasysh ashtu. A mendon se po e shijon më shumë Top Arenën se sa Shizonerin? Shizon Topin. Shizon Shizon Topin. Shikon Gjithsesi po. Vi këtu na marr vend edhe këtu dhe Mateo. Ke se tham shijon Shizonerët, vi im shijon dhe mu rrimne. Ikin pastaj vet. Jo, larg Shizonerët. Do mirë para se të Larg prej nesh. Si ftuar patjetër. Aty qëndrojmë. A mendon se Mateo ka gjetur veten në televizion? Po, edhe mendoj se i përshtatet shumë. Pas Top Arenës në fillimin e sezonit tjetër ku mendon se mund ta shohësh Mateon? Nuk e di, domethënë si fillim do të shohim me një projekt muzikor. Uida nuk do ta Jo, e di, nuk e kuptoj. Se shikoj secili ka mendimin e vet, një zë që më duket mua i bukur, ty nuk të duket i bukur. Le të bëj një kështu kollab me Rocket. Ç'është e vërteta? Larg qoftë. Ç'është e vërteta? Kelly ka qenë ai që ka qenë një shtys për Mateon që Mateo të shkojë në studio, pasi i ka thënë që ti ke talent, normalisht e ka dëgjuar në backstage. Kelly tërhiqem, Kelly ka qenë ai që nëse se me preferenca. Po, Kelly ka qenë ai që e ka shtyr. Po mirë se ka dhe këngëtar për shembull ose zëra që mua nuk më përshtaten edhe nuk janë rryma ime dhe nuk i dëgjoj. E kupton Kisë se do ta shikoj në pjesën e repizmit Mateo apo hip hop ta rryme kanë fjalën. Jo, balada. Mendoj se duhet prisni deri të premte. Do na lë surprizë. Ai rrezik del duhet me Brikenën, no god. Duhet të pris. Mirë, kur dalin duheti me Brikenën. Kështu që është shumë afër, domethënë deri nesër. Është shprehje, jeni në autobus. Me se 24 orë prisni ju. Kështu që 24 orë. Mirë, për 24 orë. Atëherë neve do ta jo për 24 orë, për 5 minuta, ne do të kemi një shkëputje dhe 24 orë neve do presim derisa të dali një projekt nga Mateo. Jemi rikthyer sërish këtu në Shizoner, frekuenca 100 FM Top Albania Radio, edhe në kanalin 10 në digital. Dëgjues të dashur, vazhdoni të ndiqni bisedat tona. Tani do kalojmë në një temë pak delikate. Pyesim pak Kesin këtu. Ka qenë një moment tema delikate që të mund gjeti më. Mezi presim to. Ka qenë një moment që bëri shumë buj, ajo momenti i ndarjes së Mateos dhe Brikenës dhe pastaj ribashkimi. Na trego pak më shumë për këtë gjë, si e pritet ti ribashkimin? Me thënë drejtën, unë e prisja që do kishte një ribashkim, qofse tregohemi sinqert, ata janë të dy në një emision ku zhvillohet për ditë. Janë të dy me njëri tjetrin, pavarësisht se ishte marrëdhënie pune, po mes dy njerëzve që ka dashuri dhe që janë për ditë në të njëjtin ambient, vështirë që të shuhet ajo dashuria, kështu që unë e prisja një rikthim. Tani edhe kanë përshtypje edhe gjithë shqiptarët, jo. Për gjithë njerëzit. Patjetër ata kanë një fanbase të gjerë dhe patjetër që e prisnin një rikthim. Për të gjithë ata që ndoshta kanë qenë pak skeptik dhe kanë menduar që nuk janë ndarë kurrë. Çfarë do thoje ti? Ka pas vërtet një ndarje? Unë do thoja që lexoni deklarimin që ka bërë Mateo dhe Brikena, se kjo është një temë që mua nuk më takon të futem, e kupton, edhe nuk dua ta komentoj fare. Unë nuk po të lë fare të komentosh këtë pjesën, por meqense të premten neve kemi një surprizë nga Mateo. Ne vjen një këngë, pra me aq sa ne kuptuam, Mateo pas ka bërë një këngë. Tekstin e këngës kush e ka bërë?
tekstin e këngës e kam shkruar unë. Edhe unë pra gjithanshme ja. Po patjetër, po do na tregosh pak për çfarë për çfarë flet kënga, çfarë lloj tip këngë është në balada. Tani unë nuk dua ta prish surprizën. Jo ta prish, ti po jap një hint. Është eksplozive për te Top Arena, tani mos më ngacmoni. Unë di t'ju them që kënga ka të bëj për dashurinë. Për dashurinë. Do të thënë, i përshtatet ndo pak këtyre bisedave të kohës fundit. Kur ta dëgjoni tekstin, më thoni. Okej. Nuk jap detaje fare. A do ketë videoklip? Surprizat. Videoklip. Për këtë nuk e di. Videoklipin do ta kemi te Top Arena. Kismet zotit për një videoklip. O zoti i madh, ne kështu na fluturon kjo koha. Si ka përjetuar ndarjen Mateo në përditshmërinë e tij? Ndikoi shumë tek ai apo thjesht ishte e dinte edhe vet ai që do kishte një ribashkim në një moment të dytë? Unë nuk jam brenda në trurin e Mateos, por që i ka ndikuar, normalisht që i ka ndikuar, se të jetosh me një njeri aq muaj që ato kanë qenë në të njëjtën shtëpi dhe për më tepër kohës që kanë kaluar bashkë jashtë, normalisht që ndikon. Edhe nuk për asnjëri nuk është e lehtë ndarja, jo vetëm për Mateon, por për çdo njeri kam përshtypjen. E di që ndarja është e vështirë dhe do shumë kohë që të kthehesh prapë ta normalizosh jetën tënde dhe të rikthesh një rutinë të re. Ti si motor i ke dhënë këshilla në lidhje me këtë ndarje ose në marrëdhënie me Brikenën? Jo, unë me thënë drejtën kam preferuar që te temat e zemrës dhe emocioneve të mos ndërhyj, sepse secili zgjedh atë çfarë ndjen. Edhe nuk mendoj se më takon të hyj tek ajo pjesë. Normalisht që kam qenë afër tij dhe kam ndihmuar, por jo që t'i jap një këshill ose një fjalë tjetër që të ndikoj tek ai, se nuk kam dashur të ndikoj fare. Patjetër që dhe publiku e ka pritur me shumë zell këtë ribashkimin e tyre, po pyetja ime është se mendon ti se koha larg njëri tjetrit i ka ndihmuar të reflektojnë? Shiko, ç'është vërteta, unë nuk e kam përjetuar këtë shkëputjen e tyre, nuk e kam përjetuar fare si një ndarje në kokën time, sepse domethënë mes tyre ka pas gjithkohës dashuri, edhe kur nuk kam pas, domethënë edhe kur kam pas të shkëputjen. Kështu që për aq kohë sa unë isha e bindur në kokën time që do kishte një rikthim, e mendova thjesht si një gjë kalimtare, nuk e mendova aq thellë sa ti futesha kaq shumë ta analizoja, se thash hajci gjithë e kupton. Po raporti jot me Brikenën si është tani? Unë me thënë drejtën nuk e kam takuar Brikenën, se unë kam pasur angazhimet e mia, ato kanë angazhimet e tyre, duke qenë se janë te Top Arena dhe kanë xhirimet çdo ditë, por që kur të na krijohet mundësia për t'u takuar që asnjëra nga të dyja palët mos ketë punë, normal që do jetë marrëdhënia si më përpara, se nuk është se është diçka që ti e vlerëson më shumë te Brikena. Mënyrën si e bën vllajin tim të ndihet. Sa e bukur. Të shumë e bukur. E bukur është, po prap diçka të saj nuk the çfarë bën ajo te vllai jot. Po për aq kohë sa ajo e bën vllajin tim të ndihet mirë, do të thotë që për mua ajo do të thotë që ajo çdo sjellje të vetën e ka në perfeksion, sepse po mos ta kishte ai nuk do ndihej mirë me të. Jemi në rregull. Kush është më kokfort nga të dy? Të dy. Po fakti që punojnë të dy në të njëjtin vend. Si e sheti? Duke qenë se që kanë kokfort të dy. Po, ato nuk kanë një emision të dy, secili ka emisionin e vet, por që unë mendoj se ato din ta ndajnë marrëdhënien e tyre nga marrëdhënia e punës. Nuk është e vështirë, domethënë. Jo, nuk mendoj, mua s'm duket që është e vështirë për ta. Tani në mendje, është xheloz Mateo? Mateo është. Mateo është në pyetje se kjo pyetje sepse ka qenë intervistat që ka bërë së fundmi Brikena ka qenë një me stresin, një ka qenë me Jozin. Do të thënë kanë qenë edhe që janë, po dhe kanë qenë intervistat të cilat janë komentuar goxha në rrjet, që mund të ketë pasur ndoshta ndonjë ngacmim, flirt mes tyre. Jo, nuk e mendoj këtë gjë fare. Mateo normalisht është xheloz, po kur vjen puna te marrëdhënia punës, është
marrëdhënie pune dhe ai e di që në momentin që shkon dikush që Brikena ta intervistoj është thjesht punë edhe that's it. E kupton, nuk ka asgjë të shtuar më pas. Po një këshill që do të jepje ti Brikenës, se për Mateon e morën vesh. Jo kritik, këshill. Se kisha mendu ndonjëherë. Engji. Unë fakt do t'i jepja një këshill të dyve, jo vetëm Brikenës, që kohëve të fundit është shumë vështirë që të gjesh një dashuri, për më tepër një dashuri si ajo e tyre që kanë kaluar shumë sfida bashk, dhe do t'i jepja një këshill që ta mbanin fort. Me këtë këshill kaq të bukur, neve na erdhi fundi. Na erdhi fundi. Vërtet Kesi, ne të falenderojmë që ishe sot me ne dhe na u bashkove përveç se si e ftuar, po edhe në co-host. Vërtet shumë. Nuk ka shijuar më shumë nga të gjitha intervistat që Kesi ka bërë këtu. Është e treta kur e mendon. Po, kam qenë më e lirshme ndoshta, edhe fakti që kisha më shumë mundësi të bashkëbisedoja edhe për tema që nuk kanë të bëjnë specifikisht për mua, për tema të përgjithshme, kështu që intervista e parë që ti jep pasi Mateo del nga shtëpia, besoj, ëh? Po. Okej, prandaj jam e lirshme. Ndoshta nuk ka më shumë presion. Ne të urojmë shumë suksese në vazhdim dhe provimet t'i kalosh të gjitha. Shumë faleminderit, Ami. Vajza, unë ju puth po dy shoh. Ata them dhe një gjë, si tifozë e Gjermanisë, dukshëm me fanellën që kanë veshur sot, ju urojmë fitore sot në darkë. Ju urojmë fitore dhe Gjermanisë. Ne do të shihemi sërish së bashku të njëjtën tjetër, patjetër me energji pafund, me tema interesante dhe të ftuar që ju i doni këtu. Mirë dëgjofshi.